Unë jetën këtë botë e shoh si mision. Domethënë, tash po du pak me lidh me çështjen e fesë. Sepse për mua A je fetar? po jam fetar, besoj shumë në Zot, edhe mundona në maksimum. A falësh? Absolutisht po. Jo. Po nuk besoj që ka ditë premte që nuk e falë gjë. Je rregull ja. Absolutisht po. Absolutisht po. Po në lidhje kesh total diçka tjetër, domethënë ajo çka unë vazhdoj me besu që misioni i pejgamberëve në këtë botë ka qenë me bit njerëzimin që ekziston Zoti edhe me këtë bezimin Zotin një. Tash afërsia me njerëz për mua është mision, sepse secili ka nevojë për secilin. Edhe ata që kanë punë të mirë, ata që kanë punë të keq kanë nevojë për njëri tjetrin. Në kontakti me njerëz, afërsia me qytetarë më bën mundi mirë, sinqerisht bën mundi mirë edhe kjo është arsyeja që ka bo me qenë nështë ma aktiv si ftyrë publike në Gjilan, sepse Kosko pranu me qenë pjesë e pushteteve tjera nacionale, sepse gjithëherë kom pas synimin edhe kom pas dëshiren qytetin tem, shtu ku jam lindë, ku jam rritë, ku kom vendos mi rritë fëmijën e mije, mi shkollu fëmijën e mije.